Vazhdojnë aktivitetet për stabilizimin e gjendjes pas luftimeve të fundjavës në lagjen e Trimëve. Komisioni që verifikonte dëmët është në përfundim e sipër. Ata thonë se deri tani janë evidentuar 121 familje, të cilët kërkojnë ndihmë, ndërsa shtëpi të shkatruar ka arritur numri 51. Po, kemi tash neve edhe atë numër që e kërkoni ju, dje është bën, dhe me thonë, evidentimi i familjeve dhe shtëpive që janë prek drejt për drejt. Dhe me thonë, që janë të bombardume, të granatume, po si do që të atoni, ato janë 124 familje të prekura, me 465 antarë. Dhe kështu se tani kemi numrin e sakt të njerëzve të prekur drejt për drejt nga ky po. Dhe tani jemi më gatshëm që të ndihmojmë edhe tjerëve se si edhe të veprohet, të punohet. Organizatat që qeveritare, të cilët ato humanitare. Dhe me thonë tani munden të marrin listën e përpilume, këtu me emra, me mbi emra, me familjarët, kryet të familjarët, antarët e familjes, edhe gjithë, dhe me thonë që munden të pregaditën për t'ju drejtue, dhe me thonë, këti vendi, këti shtabi që punohet këtu, se si që thash, kemi bërë gjitha atë infrastrukturën tonë të duhur, dhe me thonë, jemi në nivel. Pas evidentim të shtëpive dhe objekteve të tjera të dëmtuara, në teren kanë dalur dhe vlerësuesit për të regjistruar vlerën e dëmave të shkatruar. Sot ka rifilluar dhe procesi edukativo arsimor në të gjithë nivelet arsimore. Shoqata edukative Vllaznia nga Kumanova dhe Kalliri Mirësis bëri shpërndarjen e tretë me radhë të aksionit të ndihmës humanitare për nevojët e familjarëve që janë prekur nga konflikti dyditor në lagjen e Trimëve në Kumanov. Në këtë mënyrë, ata solidarizon pak me dhimbjen e qytetarëve të cilët përjetuan ngjarjet e luftimeve në Kumanov. Është aksioni i tretë i radhës i shoqatës Vllaznia, duke filluar me kompenzimin e lopës atij që ju shkoi, domethënë nga dëmtimi nga pregranimeve, gjithashtu patëm edhe një aksion për veze, për diçka të mira materiale që kjo është aksioni i tretë që u bë bashkëpunim, domethënë këtë bën aksion shoqata Kalliri Mirësis nga Shkupi, bashkëpunim me shoqatën Vllaznia, kanë bërë 50 paketa për materiale ushqimore për 50 familje, gjithashtu edhe 50 thas mill kanë punuar për çdo familje. Edhe kanë punuar 50 paketa mjete higjienike që janë për pastërtie për kështu gjëra. Kjo është aksioni i radhës i sotshëm. Inshallah shpresojmë që edhe në talëm do të kemi aksione tjera më ashtu. Po këtu me shtëpia, varësisht kësaj me shtëpia po i shohim se janë diku rreth 30 shtëpia të dëmtuara, të prekura nga ky konflikt. Në njerëz mund ta falenderojmë Zotin që nuk kanë ndonjë ashtu, kanë një djalë i plagosur për cilin i ofruam edhe shërbime mjekësore. E do ta kemi aksionin që e kemi në plan si projekt për kontrollin e anës psikologjike të fëmijëve, për trauma, për sen kemi kontaktuar me mjekët, psikolog, me asaj që do të shkojmë inshallah. Do të jetë një ndër projektet më pak me ditë më tutje. Se e kemi parasysh se edhe traumat janë një pasojë goxha e rëndësishme edhe do me thonë se në për familje dhe në për fëmijët e këta. Shoqata humanitare Kalliri Mirësis para 2 ditëve ishte këtu për të bërë një inspektim apo për të vëretur nga afër se cilat janë dëmet të cilat janë shkaktuar popullatës dhe banorëve të kësaj lagje. Dhe padyshim pasi që ne vetëm se vëretëm se çfarë shkatrimi i madh dhe rënimi i madh dhe dëmi i madh i është shkaktuar popullatës, morëm edhe aksionin e parë për të qenë pranë këtyre, do të thotë banorëve, dhe sot realizuam aksionin e parë ku ne në bashkëpunim me shoqatën edukative humanitare Vllaznia donuam 50 pako me artikuj ushqimor, mjete higjienike dhe detergjent, dhe besoj se kjo nuk do të jetë aksioni i fundit që shoqata humanitare Kalliri Mirësis do të realizon, por ne tani sot edhe zhvilluam bisedime me kryetarin e Këshillit dhe me përgjegjësit e shtabit të emergjencës këtu për të parë se cilat janë nevojat më eminente dhe më të domosdoshme të popullatës dhe banorëve këtu, dhe besoj se do t'i marrim parasysh, do t'i studiojmë dhe mbas të nevojave dhe do të veprojmë dhe do të kishim apeluar që të i koordinojmë punët dhe
të njoftohemi me kërkesat e popullatës, cilat janë, ashtu që të gjitha ndihmat të përmbushin nevojat e tyre dhe jo orekset e tona si bëmirës dhe si njerëz të cilët dëshirojmë të solidarizohemi. Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit është në përgatitje të aksionit humanitar për ndihmë të popullatës së lagjës së Trimave në përkraje të vëllezërve dhe motrave kumanovar për sigurim për artikujt elementar ushqimor e higjieniko-sanitar për 50 familje më të rrezikuara. Pra sot edhe zyrtarisht ekipi QSA-s, domethënë në Kumanov bashkë me rrjetet tjera kemi ardhur në vendin e ngjarjes. Dhe jemi duke parë domethënë mundësitë e ndihmës konkrete domethënë të familjarëve shkën të prekur. Konkretisht mendojmë me startu dikun për 50 familje domethënë më të prekurat në këtë lagje në formë të vaucherave prej 100 euro. Domethënë në një periudhë 6 mujore. Kështu që në emër të QSA-s Kumanov bëj apel të gjithë bashkëdhëtarët tonë dhe të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë që të ndihmojmë familje, domethënë me 100 euro në muaj për nevojat elementare të tyre. Ku gjithë korpusi me 2 qendrat tona këtu në Kumanov dhe Preshev, mirë po që është kryesore me qendrat tona të jashtme, të cilat ndodhen në Austri, Zvicër, Gjermani dhe Belgjik, kemi marrë një qendrim të përbashkët të solidarizohemi duke e shpaluar një aksion mbarkombëtar ku i ftojmë të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë, të gjithë vëllezërit dhe motrat tona, kudo që janë në glob, që t'i bashkangjiten këtij aksioni, sepse vërtet kjo këtu çka ne po përjetojmë dhe këta njerëz të cilët janë në këtë situatë pas këtij konflikti këtu, vërtet është shqetësuese dhe e rëndë në aspektin humanitar. Korpusi, rrjeti i solidaritetit e ka shpall këtë aksion dhe ky aksion ashtu siç ceki vllau jon parashef që 50 familje të cilat kanë prekje direkte këtu, këtyre në këtë periudhë vërtet shumë të rëndë sa i përket anës humanitare, ne jemi munduar që me një formë të një voucheri si po e quajnë apo të një parapagese që do të bëhet, ku familjet do të regjistrohen nga qendra jonë dhe në një pikë të caktuar ato për nevojat e veta elementare për 6 muaj do të shkojnë dhe do të për nevojat ashtu siç ka humanitare me zgjedhjen e tyre ato do ta kalojnë këtë gjendje vërtet të rëndë sa i përket situatës aktuale. Mjetët e dedikuar në përkraje të aksionit mund të pagonin në xhillogarinë në vijim. Gjatë ditës së sotme në komunën e Kumanovës mbriti koordinatoria e përhershme e Kombeve të Bashkuara në Maqedoni dhe përfaqësuesja e UNDP-s Luisa Vinton. Ajo është takuar me kryetarin e komunës Zoran Damjanovski. Ata diskutuan dhe për ndodhjet e fundit në Kumanov. Gjithashtu është dakorduar që së shpejti të fillojë projekti ku jetojnë popullate përzier etnike. Ka nevojë që në vazhdimsi të promovohet dhe jetësohet projekte në të cilët do kontribuonin për përmirësim të tolerancës dhe mirëkuptim të ndërsjellët midis etnive të ndryshme, në stër ndërtim të raporteve të mira ndëretnike. Rol kyç mund të luajë pushteti lokal, sepse ai më së miri dedikon problemet eventuale të natyrës etnike në komunët ku jetojnë popullate përzier etnike. Kryeministri Nikola Gruevski në seancën kuvendore ka propozuar emërimin e ministrave të ri në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve. Gruevski gjatë fjalimit të tij është ndalur dhe në shpjegim të dorëheqjeve të ofruar dje nga ministra Jankulovska dhe njeriu i parë i DSK-s Sasho Mielkov,
Sipas tij, ata me shumë dinjitet kanë kryer punën e tyre gjithë këto vite. Jankulovska je miał w 8 godini i 8,5 meseci na mnogo čustvitelni i odgovorni poziciji. Ministrja për punë të brendshme Gordana Jankulovska dhe drejtori DSK Sasho Mihailkov gjithë këto vite i kanë ndjekur siguria, profesionaliteti, mençuria dhe besnikëria ndaj shtetit. Në udhëheqjen e tyre u pasi u mbrojtën interesat e qytetarëve të Maqedonisë, ndërsa suksesi i tyre i fundit ishte dhe aksioni policor në Kumanov, i realizuar me shumë sukses. Ata ishin therrë në sytë e çdo kriminali të brendshëm dhe shërbime të huaj, ka deklaruar kryeministri i vendit Nikola Gruevski. Bomba e 31 LSDM zbar marrëveshjet biznes të qeverisë, manipulim me tendera dhe shpërdorim të parave të qytetarëve për interesat personale të Gruevskit, se si partnerët të koalicionin kryen shërbime njëra tjetrën, dëgjot në bisedet midis zëvendës kryeministrit Musa Xhaferi dhe tani shefit të DSK Sasho Mihailkov. Në një tjetër bised midis Jankulovskës dhe ministrit shëndetësisë, Nikola Todorov dëgjot se si ata mbulojnë punën e ish ministrit shëndetësisë, Bujar Osmani, në një tender për riparimin e spitalit në Ohor. Në një bised tjetër midis Gruevskit dhe Jankulovskës kuptoi se si Gruevski për nevojet e tij personale ka bler Mercedes në vlerë prej 575.000 euro, para këto të popullit. Në biseda tjetër midis ish drejtorit e Elemit, Vlato Chinkovski dhe sekretarit të përgjithshëm të qeverisë, Kiril Bozhinovski, dëgjot për kurdisje të tendereve në Elem. Zaev thos se gjithë këto manipulime janë kryer me urdhër të Gruevskit. Sipas tij, dorëheqjen e funksionarëve të VMRO-s flasin se publikimet tona janë të vërteta, ndërsa radha për të braktisur qeverinë i mbetet Nikola Gruevskit. Vetëm atëherë, thotë Zaev, do jetë mundur kthimi i LSDM-s në kuvend. Zaev nuk arsjeton emrimet e reja të ministrëve në kuvend. Sipas tij, në kushte të krizës së thellë politike, kuvendi nuk guxon të emërojë ministra, pasi që sikurse qeveria ashtu dhe kuvendi vetëm kanë humbur legjimitetin e popullit.